Mediat greke kanë zbardhur testamentin e pronarit të kampingut Amos në Finikunda të Greqisë, i cili u vra të dielën në mbrëmje së bashku me punëtorin e tij shqiptar. Protothema shkruan se hetimet për vrasjen e dy fisht, të ndodhur më 5 tetor në Finikund të Kallamatës, kanë zbuluar një element të ri i cili është një testament i hartuar vetëm disa ditë para ngjarjes. Në këtë krim të rënd u merr jetën pronari grek i një kampingu dhe punojësi i tij shqiptar që një herësh ishte edhe mik i afërt i familjes prej shumë vitesh. Dokumenti i gjetur nga autoritetet greke tregon se pronari kishte përgatitur një plan të detajuar për ndarjen e pasurisë së tij, duke i lënë pjesën më të madhe të saj nipit, person që ishte i pranishëm në momentin e ngjarjes. Sipas të dhënave të deritanishme, greku e kishte përfshirë në testament edhe punojësin e tij shqiptar, të cilit i kishte caktuar një pjesë të konsiderueshme të pasurisë në shenjë mirënjohje për besnikërinë dhe misin shumëvjeçare. Përfitues të tjerë në dokument ishin motra e tij dhe djali i saj, të cilëve u takonin të ardhurat në rast se prona do të shitej. Fakti që testamenti është përpiluar vetëm 3 ditë para vrasjes ka ngritur dyshime të reja në lidhje me rrethanat e ngjarjes, ndërsa hetimet e policisë greke vazhdojnë për të sqaruar motivet dhe autorët e mundshëm. Ai e fillon testamentin e tij me frazën: "Unë po shkruaj testamentin tim në rast vdekje të papritur, e cila dëshmon për frikën e tij për jetën. Nipi tim të dashur, djali të vëllait tim të ndjer, sepse e dua si fëmijën tim pasi e kam pasur në udhëheqjen time shpirtërore që kur ishte fëmijë, dhe ai nuk i ka keq kuptuar kurrë urdhrat e mia dhe gjithmonë përpiqet të më bëjë të lumtur, me shumë respekt dhe dashuri, ja lë pjesën më të madhe të pasurisë sime." Pohon, pronari grek i kampingut në mënyrë karriak. Pastaj kujdestari të kampingut, miku të tij të dashur, i cili u vra me të dielën në mbrëmje, ai i la gjysmën e arës, të cilën e zotëronte bashkë me nipin e tij, si dhe shumë të konsiderueshme në banka në Pilos. Së fundmi ai e përfundoi testamentin e tij me dëshirën që motra dhe djali i saj të merrnin shumat prej 100.000 euro i pari dhe 100.000 euro i dyti, ndërsa miku i tij shumën prej 200.000 eurosh në rast se nipi i tij i dashur dhe dëshmitari i vrasjes vendoste ta shiste pronën. Ngjarja ndodhi të dielën e kaluar në mbrëmje në një kamping në Finikunda, kur autori, pasi kishte mbuluar tiparet e tij, hyri me forcë në recepsionin ku ndodhej pronari 68 vjeçar me kujdestarin 60 vjeçar nga Shqipëria dhe mikun e tij prej shumë vitesh. Personi armatosur e qelloi pronarin me gjakpsotësi, duke e plagosur për vdekje, ndërsa më pas vrau mikun e tij, i cili u përpoq të arratisej. Në vrasjen e dy fisht ishte i pranishëm edhe nipi i pronarit, i cili ja doli të arratisej. Autoritetet po kërkojnë të gjitha provat që do t'i lejojnë ata të zbardhin çështjen, ndërsa vazhdojnë të marrin dëshmi që do t'i çojnë ata në identitetin e të dyshuarit kryesor, një pronar i një stacioni karburanti në zonë, dha gjithashtu një deklarat për autoritetet, duke deklaruar se i dyshuari kryesor kaloi pranë stacionit të karburantit, i vendosur në rrugën për në Kiparisa, Kalonero, duke e drejtuar drejt Pirgosit. Pronari i stacionit të karburantit e përshkroi të dyshuarin si me lëkurë të errët, të shkurtër dhe të dobët, siç u tha ai autoriteteve. Ai mbante një helmet, duke e bërë të pamundur dallimin e flokëve dhe ngjyrës së tyre. Motocikleta e drejtuar nga i dyshuari kryesor i ngjarjes, ndoshta kaloi në Perilia, duke u drejtuar drejt Zakaro.